Edhe një pyetje të fundit me që ju kemi ofruar edhe kohës limituar të bisedës tonë, këta persona sapo të bëjnë këtë testin dhe të marrin një përgjigje që po janë me tuberkulozë, hospitalizohen me njëherë, vazhdojnë jetën normal si s'kanë qenë? Jo gjithmonë, për shembull nëse është vetëm infekcion latent, po gjendja klinike është e mirë dhe ai nuk është infektues i bie, që nuk është infektues, natyrisht e trajtojmë edhe në mënyrë, domethënë nën kontrollin e mjekut. Edhe trajtimi është më i shkurtër dhe me numër më të vogël të banave. Po nëse kemi infekcion aktiv, atëherë patjetër duhet të hospitalizohet për një kohë të shkurtër, jo gjatë gjithë kohës siç ka qenë traditë më herët që kanë marrë me muaj derisa u trajtu. Pastaj mbahet vetë derisa është infektues. Pastaj në momentin kur nuk bëhet më infektues, e bëjmë testimet e kelbazit gjatë gjithë kohës edhe testime tjera, atëherë edhe e lirohet në shtëpi për me vazhdu trajtimin.